Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije ndahet nga jeta në moshën 41 vjeçare aktori i njohur i serialeve. Aktori i njohur Devin Harjes ka ndëruar jetë në moshën 41 vjeçare pas një betejë të gjatë me kancerin. Harjes, i njohur për rolin e boksierit legjendar Jack Dempsey në serialin popullor, u nda nga jeta në spitalin Mount Sinai në New York. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i tij, i cili theksoi se humbja ka qenë një boshllëk i madh në industrinë e argëtimit. Përveç Boardwalk, Harjes luajti në disa projekte të tjera të njohura, përfshirë dramën shkencore Manifest, ku interpretoi rolin e Pete Baylor, dhe serialet e famshme si Blue Bloods, Orange is the New Black. Aktori i talentuar pati gjithashtu një karrierë të gjatë në teatr dhe shfaqje të ndryshme, duke nisur nga Dallas Fort Worth dhe më pas duke vazhduar në New York, ku fitoi njohje për talentin dhe punën e tij të palodhur. Harjes, i lindur në Lubbock, Texas, ishte gjithashtu një pasionant i arteve marciale dhe një entuziast i palestrës. Ai ka lënë pas prindrit e tij Randy dhe Roseanne, si dhe motrën Trick. Lajmi i ndarjes nga jeta e tij ka tronditur miqt, kolegët dhe adhuruesit e tij, të cilët e mbajtën gjithmonë në mendje si një aktor të pasionuar dhe një person të përkushtuar.